Aktiviteti në sektorët e hoteleve, bareve, restoranteve dhe transportit po regjistron një rritje të ndjeshme duke të i kaluar ritmet e sektorëve të tjerë ekonomik, fal ndikimit pozitiv të turizmit dhe kërkesës në rritje për këto shërbime. Instituti Statistikave publikoi raportin Statistikat afat shkurtra shërbimet që përmban të dhëna mbi shitjet neto, punësimin dhe pagat për aktivitetet që bëjnë pjesë në sektorin e shërbimeve për 3 mujorin e 2 të vitit, sipas të cilit indeksi shitjeve neto në volum u rrit me 14.5% në hotele, 10.4% në transport dhe 9.1% në bare dhe restorante me bazë vjetore. Një rritje e konsiderueshme prej 11% u shënua edhe në aktivitetet e pasurive të paluajtshme, e nxitur nga kërkesa e shtuar për blerjen e apartamenteve, veçanërisht në zonat bregdetare nga shqiptar që jetojnë jashtë vendit, por edhe të huaj. Sektori i hotelerisë shënoi gjithashtu rritje të ndjeshme të punësimit me një rritje prej 8.7% më i lartë se sektorët e tjerë që u rritën mesatarisht nga 0.7% deri në 3.7%, ndërsa pagat në këtë sektor u rritën me 25.2% në 3 mujorin e 2. Aktivitetet në bare dhe restorante regjistrojnë një rritje të pagave prej 12%, ndërsa pagat për punojësit në sektorin e pasurive të paluajtshme shënuan rritje prej 18.4%.